Ndërkohë, e njëjta gjë me të gjithë konfliktet, por personazh që është futur në konflikt me grupet më të fuqishme, edhe për ngjarjen e Çerekës me Gendian Betës. Pra, është përdorur, është joshur dhe është ushqyer me frymën e urrëties dhe të goditjes. Në këtë kontekst, kur babai është bindur që djali po notonte në botën e krimit, me përplasje shumë të mëdha, ai ka ditur që djali një ditë të bukur do të vritet. Dhe ka kërkuar organeve drejtësisë shqiptare, kapeni dhe futeni në burg. Që të paktën të përgjigjet ai. Dhe të përgjigjet para drejtësisë, po të shpëtojë, jeta të shpëtojë dhe ne mos kemi pasoja. Më rruga është ndërprer e Jon Ibrahimit që në maj të vitit 2024. Por pasojat vazhdojnë. Sot, dora kriminale e kundërshtarëve të Jon Ibrahim ka goditur babain. A do ndalet? Si është? Them jo. Sepse njerëzit nuk hakmerren sot në Shqipëri vetëm me numër, me koka për të mbushur numrin, sa më ke vrarë do të vras. Ju kujtohet ngjarja e vrasjes në burg? Të Peqinit. Po. Personazhi që është vrarë në burg nuk ka vrarë 100 veta, por mënyra se si ai ka vrarë, hakmarrit janë bërë deri në gen, me kushrim, me gjagjallar, sepse ashpërsia e botës së krimit në rajonet të ndryshme është e ndryshme. Andi, është këtë e çuditshme. Unë kur kam qenë drejtor policie në Korçë, kam bërë një studim të çuditshëm përse zona e Devollit kishte një ashpërsi krimi, pothuajse një lloj si në Mirdit, si në Malësi të Madhe, si në Dibër, si në Kurbinë e tjerë. Dhe duke shkruar dhe duke studiuar, duke bërë analizën. Në rastin e një vrasjes që Koli e mban mend që u zbulum atë fëmijën 7 vjeç që ekzekutoi një gruq e preu. Vrasja më makabre që ka ndodhur, që unë kam qenë protagonisti i zbardhjes së asaj ngjarjes. Qytetërisht një çast intimiteti. Në atë zonë xhelozi ekstreme. Domethënë ishte konkluzioni përfundimtar. Dhe vura re që atje kishte shumë njerëz që ishin nga Mirdita, nga Puka, nga Malësia, nga Origjinë. Atje shkuar ushtar në kufi, dashuruar me vajzat e fshatit dhe qëndruar atje. Kollovar apo jo kollovar, apo ngrit shtëpiat e tyre, po ishin trashëguar ata shpërsinë në krim. Po pikërisht pra, si ajo që sot diskutojmë që në breg të detit, në Dërmien, në Sarande, ka malsor të rënë atje, sepse krahinat e kanë trashëguar llojin e kriminalitetit dhe sidomos krimin e hakmarrjes dhe gjakmarrjes e kanë ndryshe Berati ose Firi, ndryshe Lushnja dhe ndryshe Mirdita, apo ndryshe Malësia Madhe, apo ndryshe Dibër. Dhe në këtë këndvështrim, them që nuk do të ndalet. Dhe prandaj unë e kam dhënë alarmin që drejtoria e policisë qarkut të Lezhës, fakti që ka kaq shumë atentate dhe nuk ka zbardhur asnjë, zero. Me përjashtim vrasjen e Nikulajt, i cili ishte një vrasës i importuar nga jashtë. Të gjitha atentatet e bërë nga shqiptarët, për shqiptarët, me pagesë apo me pjesëmarrje drejt për drejt të familjarëve, janë të pazbardhura. Çka të thotë? Do thotë që policia e Lezhës nuk i ka kapacitetet qoftë për t'i parandaluar krimet, sepse ka shumë eksponent të botës krimit dhe shumë përplasje. Drejtoria e përgjithshme e policisë duhet të ngrejë një task force në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme apo dhe me SPAK-un, sepse ka edhe subjektet SPAK-ut, me qëllim që ky rajon o të dorëzohet o të gjyqëzojë krimin. Për ta gjyqëzuar krimin atje pa një plan të detajuar dhe pa një task force që nga prokurorët, oficerët më të mirë të hetimit të krimit, oficerët më të mirë që kanë eksperiencë për parandalimin e krimit, dhe agjentët më të mirë, ato agjentët që diskutuam ne, që po i përdor në thonjë za agjentët që i përdor bota e krimit edhe për të gjurmuar, edhe për të vëzhguar, edhe për të
disinformuar në manovrimin e veprimeve kriminale, ndërsa ne policisë në disinformimin e veprimeve policore, pra se këtë lojë do ta luajë policia. Dhe qartë. Dhe jo ta luajë sepse policia ka strukturat të mjaftueshme, ka strukturat specializuar, por duhen përqendruar me një plan të detajuar operacional ose plan masash, që të fillojë që tek kufizimi dhe parandalimi i përhapjes së krimit dhe fillimi dhe zbardhja ngjarje mbas ngjarje për t'i dhënë një mesazh botës së krimit që asgjë nuk do të ngelet pa u zbardhur në këtë vend. Faleminderit Prençi. Sokol, rrim në histori. Kontrolle në afro 5 familje të ndryshme të përplasur, ndërkohë ka pasur një intervistë televizive në Top Channel ku ka deklaruar që vajza e viktimës ka thënë që ne kemi denoncuar gishtin e ngre nga Gjeloshi, se është publike, ne mund ta themi këtë, vajza ka thënë, emrat e tyre kemi deponuar kohë më parë në polici. Tani ç'kupton? Do ta ngrej me Gjeloshin për një arsye, me familjen Gjeloshi për një arsye, sepse përpara një viti, mos gaboj, është sulmuar me armë. Ardhian Gjeloshi, mbeti i plagosur. Dhe mbeti i plagosur dhe humbi jetën ekonomisti me cilin edhe ai kishte një lidhje familjare, pra ishte brenda familjes. Nuk mbeti viktim rastësisht. Shënjestra donte t'i vriste që të dy personat që ishin bashkë. Në logjikën e autorit, donte t'i ekzekutonte të dy. Nuk ka rriti dot deri në fund. Familja Gjeloshi duket që ka bërë fajtor Ibrahimin në rastin konkret, ose më saktë prindët si familje. Dhe kjo është arsyeja pse ajo mendon që u mor hak. Kam përshtypjen që duhet të kemë ndonjë shkëmbim informacioni midis njerëzve rreth rrotull, të cilët mund të jenë edhe në familjen tjetër, por edhe në këtë familje. E kështu mendoj që do të fillojë një histori e gjatë hakmarrje, nëse shteti ose më saktë policia nuk merr ndonjë malë. Dikush është parandalimi, arrestimi i autorëve, dënimi i tyre. Ky është parandalimi më i mirë. Nuk ka parandalim tjetër, nuk ka aq forca policia sa të rritë të gjithëve në përshpia kur dalin si dalin ose t'i vëzhgojnë këta vetëm për një ngjarje. Por arrestimi dhe dënimi i personave përgjegjës, ky është parandalimi më i madh. Mirë, po çfarë po shohim në Lezhë? Në 10 vitet e fundit ka afërsisht 100 vrasje. 100 vrasje për 10 vite. Afërsisht. Lezhë ka qenë gjithë kohën zona, prefektura, me më shumë vrasje në 7 apo 8 vitet e fundit. Por nuk ka patur vëmendje. Për numër popullsia është 3 fishi i mesatarës në rajonet e tjera. Por si numër, shifni raportet e prokurorit përgjithshëm. Dhe gjitha vrasjet i ka atentate. Lezhë është, por ka një ndryshim. Për çdo vrasje që mund ndodhi në Elbasan ose në Durrës, ne ngrem jo 1, po 10 emisione. Për një vrasje në Lezhë nuk ka patur kurrë as media interes t'i paraqesi. As analiza. Nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Sot kemi ndryshuar, pse do thuash ti, pse kjo lidhet. Dhe këtë vrasje ne po e transmetojmë dhe po merremi gjatë se po bëjmë një lidhje me Lundrën. Se mos ta bënim lidhje me Lundrën, e kishim harruar dhe ne si ngjarje sot. Këtë. Nuk do t'i jepte media kaq shumë vëmendje. Dhe çdo televizion po ngre emisione për ditë për këto 2 ngjarje. Sepse është e lidhur me Lundrën. Mos ishte me Tiranën? Ja, u vra Gjeloshi. U plagos dhe vitin e shkuar. Mban mend ti që mund të ketë bërë ndonjë emision? Jo. Edhe nëse ka bërë, ka kaluar shumë. Ka të gjitha dhe edicionet kryesore, dhani 50 sekondë, po një atentat edhe mbaroi. Pra po Por vëmendja ndaj Lezhës ka qenë zero, edhe ndaj krimeve që kanë ndodhur në Lezhë. Se të mos ndoshta me mungesë në informacion televiziv kemi ndihmuar bandat, grupet. Po mbase, domethënë bandat nuk i kemi ndihmuar se ato do ta bëjnë atë punë, do vazhdojnë ta bëjnë. Jo, televizionet kombëtare i kanë emisione minimaliste kronikën e zezë. Por duke u bazuar në statistikat, atë që shoh Lezhën e shoh prefekturën më të rënduar. Për arsyet e veta. Tani në Lezhë përfshihet dhe Mirdita, edhe Kurbini. Po flas për Qarkun, nuk po flas
sepse kur bën statistikat, policia e ka me prefektur, prandaj strukturën e kemi në nivel qarku. Drejtoria e policisë në nivel qarku i ka të 3 bashkitë. Unë nuk mund ta ndaj tani sa ka ndodhur në Mirdit, sa në Kurbin dhe sa në Lezhë si rreth. Por Lezhë e gjithë. Lezhë e gjithë. Në një dekadë ka 100 vrasje. Afërsisht ka 7 deri në 10 vrasje në vit. Ka qenë gjithmonë njëshi. Mirë po, media, politika, kushdo, kanë qenë gjithmonë fokusuar ke Elbasanin. Arsyet e veta pse. Në një moment, në 2-3 vjet, vetëm për Elbasanin flitej. A thua sikur Elbasani ishte qendra e gjithçkaje. Koli ka patur edhe presionin nga politika, mediat, e kanë hangër presionin e personazheve të politikës nga qarku i Lezhës, kanë bërë presion, mos u merr me këtë punë. Mos u merr, mundet, mos më ka ndodhur, po do më thënë, unë nuk është se... Ka ndodhur me ty, ka ndodhur me drejtuesin e televizionit. Nëse, unë nuk është se vendos unë vendos vetëm për atë platformë televizive që unë kam, do më thënë, edhe unë e kam prekur gjithmonë, pse Lezhë është kaq më shumë, kam insistuar që por të gjejmë 2, jo kështu fare. Tani ishte interesante dhe për mos u futur në politikë, shi çfarë ndodh. Aty ku prokuroria dhe gjykata nuk ekziston më fare. Vetëm rasti i Nikulajt është zbardhur. Dhe ajo u zbardh se vrasësi ishte portugez. S'ka njohur mirë terrenin. Jo terrenin, nuk afrohet prokurori kur janë me njëri tjetrin, Andi. Nuk afrohet më fare. Pse kujtondi se nuk e di prokurori kush e bëri këtë vrasjen e fundit? Po në sa, pse policia nuk e di? Tani, më thu. Pse më ku kalove ti në një zonë ku ti do kalosh të gjithë e din kush ishte atë natë aty. Edhe kush qëlloi po nuk i kap më kur, nuk ekziston. Dhe në një qark ku prokuroria dhe gjykata ka vite që nuk ekzistojnë, gjeje kjo majorancë ka dërguar si njeriu e saj për drejtuar qarkun në mënyrë politike. Ministrin e drejtësisë, ironi fati. Dhe shkon Lezhë dhe thot sukseset mëdha të kësaj qeverie. Pa mbajtur një përgjegjësi si ministri i drejtësie. Në moment gol me shenjën se dole, po kjo nuk ka të bëjë me kandidimin tim. Drejtuesit e lartë të policisë së qarkut të Lezhës, drejtues komisariatësh edhe zëvendës drejtora, pjesë e shtabit elektoral të ministrit të drejtësisë. Familjarisht. S'ka nevojë, pa ishte shefi komisariatit Laçit, mbushte makinën me drogë, çfarë do presësh ti. Ai ishte kështu para një viti. Ai jo vetëm që se ka, domethënë ndihma ka dhe të tjerë policë korruptuar, nuk është vetëm Lezhë. Por bëjnë sikur nuk e shohin drogën tënde. Bëjnë sikur nuk të njohin ty. Por jo t'ja marrësh drogën se ky se transporton do të t'ja hipësh makinën, t'ja kalosh nga krau tjetër. Se kjo është kulmi. Edhe këtë e kam bërë. Të ç'të them. Prençi, për të ndaluar se në këtë histori ishte interesant fakti që janë ushtruar disa kontrolle në rreth 5 familje të ndryshme. Por shkojmë deri në Mirdit. Për dyshimet cilat bien gjithnjë mbi aktivitetin kriminal të Rohan Ibrahimit, pra djalit viktimës. Por duket se policia ka dalë duar bosh në këtë histori. Tani shumë fronte, kur mendon, deri në kemi informacion se si mund të ketë qenë implikuar deri në Mirdit. Unë thash që Rohan Ibrahimi ka qenë një personazh i botës krimit me shumë konflikte. Dhe kur thash me 5 ose me 7, me fjala mund të ketë edhe me 9, edhe me 11, se nuk do të thotë që të gjitha do t'i di unë, kur nuk është policia. Patjetër. Pavarësisht informacionit që unë mendoj që e kam në nivelet larta. Problemi qëndron që policia qëndron shumë larg me keqardhje, se tani unë nuk duhet ta kritikoj policinë, unë nuk duhet ta shaj policinë, unë nuk duhet të flas keq për policinë sepse unë nga policia. Kur bëjmë veten e kemi thënë. Unë nga policia dhe unë për pjesën më të madhe kam respektet maksimale. Por nëse pas ka shkuar në 5 banesa policia dhe ka dalë me duar bosh, pse janë bërë këto kontrolle? Se kontrolle është një procedurë rutinë që duhet bërë, për shkak sepse duhen administruar ca dokumenta që kërkohen persona të dyshuar, kërkohen armë, kërkohen mjete të përgatitura për të kryer një operacion të tillë si atentatet që kanë ndodhur në plan apo nëse ka lidhje me Lundrën. Edhe me Lundrën. Këto është i detyruar prokuroria për të bërë këto. Është i detyruar. Problemi qëndron që
sa të vërteta i kemi informacionet. Për shumë, unë kam ca informacione që në rajonin e Lezhës riparohen motoskafet vjedhura, makinat vjedhura, me targat sajuara, i braktisin, i lanë në për rrejnje dhe në për shtratë lumensh. Pra nuk e mbante shtëpia grupi kriminal. Nuk ka pse ta mbajte shtëpia, makinën apo skafin apo helikopterin. E lën, e braktis. Dhe policia nuk din asgjë që një makinë për 3 muaj, për 5 muaj është e braktisur në luginën e atje ka me qindra kompani inertësh. Edhe i makinë e lënë braktisur. Pa targa, me targa falso. Apo në një prua, në Rubik, apo në Mirdit, apo në Shkopet, apo